Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Këtu jemi së bashku dhe sot më në fund gjeta kohën që të xhiroj një vlog për ju. Ka qenë vërtet një javë intensive, fundjavat kanë qenë në punë këto 2 javët e fundit dhe po ashtu nga shkolla kemi pasur shumë aktivitete të ndryshme, kemi pasur ekskursione që na duhet të udhëtonim 1 apo 2 orë me makinë dhe me thënë të drejtën nuk kam pasur fare kohë që të xhiroj për vlogun e javës. Sot isha në shkollë nga ora 8 si gjithmonë deri në orën 3 çerek pasdite, më pas shkova të bleja disa gjëra në market që më duheshin dhe tani ja ku jam duke xhiruar videon për ju. Më kanë ardhur shumë paketa, ka gati 10 ditë që po rrin aty dhe i kam lënë të mbyllura sepse doja që t'ua tregoja dhe sot erdhi më në fund momenti. Atëherë po filloj me pakot që më kanë ardhur që t'ua tregoj të gjitha produktet. Pakoja e parë është kjo pakoja ime e preferuar, le të themi, sepse janë këto ngjysmë çizmet, mund t'i themi, pupa, nuk e di, janë këpucët e mia të preferuara që mezi kam pritur dhe më në fund kanë ardhur, janë nga marka Ux, nuk e di si mund t'i themi. Dhe po ua tregoj, normal që i kam hapur dhe i kam veshur, por thash po ua tregoj dhe këtu. Ky është paketimi. Dhe voilà, po e lë pakon këtu. Këto janë, këto ngjysmë pupat, shapkat, nuk e di me thënë të drejtën se si mund ta kenë emrin të vërtet. Dhe është kjo ngjyra kafe dhe këto detajet këtu që janë të qepura, është kjo pjesa e logos, janë pak të larta me thënë të drejtën, por janë shumë të rehatshme. Kjo është dhe tjetra. Dhe kanë këtë mbrojtëse nga brenda që mos të prishet kjo pjesa këtu para dhe nga brenda duken kështu, është pjesa e logos dhe janë të mbushura me lush, janë shumë të ngrohta dhe janë shumë të rehatshme. Kjo është pakoja tjetër, siç e shihni është shumë e madhe sepse ka shumë produkte brenda. Unë dua t'rregoj të gjitha një nga një. E filloj me produktin e parë. Produkti i parë janë një palë çorape, mund të themi, por ose si geta, pa pjesën e këmbës që vishet me çizme apo dhe me këto aks që kam bler unë dhe ngjajnë shumë bukur, sidomos në dimër, është material i trashët dhe të mbajnë shumë ngrohtë. Kjo ishte gjëra e parë, janë 2 copë dhe kanë një material shumë të butë. Vazhdoj me porosin tjetër. Kjo duhet të jetë një bluzë. Po, kjo është një pullover, sa e butë që është. Është një ngjyrë kafe, nuk e di, por këto kohë e fundit jam fiksuar shumë me ngjyrën kafe. Nuk është se kam pasur shumë shef si fillim, por këtë vit domethënë është bërë ngjyra ime preferuar. Është kjo pullovera, kjo është shumë e ngrohtë. Siç duket, nuk është se e kam veshur, por duket nga materiali, është një material shumë i mirë. Ka këtë detaj këtu tek qafa, njësoj me pjesën tek duart, vjen pak e lirshme dhe me pjesën këtu që e ka të mbledhur tek beli. Për çmimin që kishte, ja vlen dhe ishte diku te 30-35 euro mos gaboj, por ja vlen sepse ka një material shumë të mirë. Dhe do ma shikoni veshur, por nuk po t'rregoj gjë akoma se ku. Vazhdoj me pakon tjetër. Okej. Këtu është një si tip xhakete. Një sekond të hap pak, sepse... Po, është një xhaket, nuk është shumë e trashme, thënë të drejtën. Në foto ngjante ngjyra më e bukur, por dhe kështu nuk është se është keq. Është kjo pjesa kështu që mund ta kombinosh me xhinkse dhe ka dhe këtë shallin që e vendos, do me thënë kështu. Edhe janë të dyja së bashku. Materiali nuk është se është ndonjë gjë, po për ta veshur disa herë në dimër është okay dhe për të bërë disa foto të bukura. Kjo ishte pakoja e dytë. Shohim më tej. Këtu kemi, të shohim. Po. Këtu është një fund saten. Këta janë shumë të bukur, sepse mund t'i veshësh në verë, po ashtu dhe në dimër, t'i kombinosh me çizme,
apo dhe me këtë pullover, do ngjajnë shumë bukur, apo dhe me një pullover të bardhë. Dhe është material satin, është i mbushur, do me thënë nuk është se është shumë e hollë, është material i plot, është me këtë pjesën e zinxhirit këtu. Unë kam marrë masa XS sepse dua që të më rri fiks te beli. Dhe nuk është i gjatë deri në fund të këmbëve, por deri tek pjesa e kyçeve apo pak më lart. Kjo ishte e treta. Vazhdojmë. Kjo është gjëja e katërt, më duket se është prap një xhaketë. Po. Kjo është pak e komplikuar, nuk e di se si mund t'ua tregoj, do mundojmë që të gjej foton tek ajo që kam porositur dhe t'ua lë aty lart, do të thënë që ta shihni se si mund të rri. Vjen si pjesë leku i hapur, është kjo pjesa që rri kështu. Ka dhe një rip, nuk e di nëse do ta gjej. Nuk është këtu te shesja, sepse i kam hapur dhe i kam parë edhe më përpara. Është kjo pjesa që vishet me një bluzë të bardhë poshtë, apo dhe me këto dorashkat që janë të gjata deri këtu, dhe lidhet pastaj me një palë xhinse që janë shumë bukur. Dhe kjo ka këtë pjesën e shallit, mund ta kalosh kështu nga para. Me thënë të drejtën është pak e komplikuar kur e shikon kështu, po kur e vesh dhe kur shikon foton është shumë e thjeshtë. Materiali është shumë i mirë dhe duket që është e ngrohtë. Mezi po pres që ta vesh dhe të bëjmë disa foto të bukura. Vazhdojmë me... Kjo është e fundit, mos gaboj, nga kjo shesja e parë. Dhe është një fustan. Ky është një fustan i gjatë, i zi. Këta kanë dalë shumë në modë dhe nuk e kisha porositur më përpara. Thash po e marr tani sepse asnjëherë nuk është vonë, nuk po i gjej kraun këtu. Okej, i gjeta. Është i gjatë deri në fund këmbëve dhe është i ngjitur për trupi. Rrit tek pjesa e supeve kështu i hapur. Dhe ka dhe këtë pjesën këtu që e bën më të veçantë, është kjo pjesa që të thekson belin dhe këtu e shtrëngon sipas trupit, domethënë mund ta lësh të lirshme dhe mund ta shtrëngosh sa të duash. Dhe vjen shtu i lirshëm nga fundi. Dhe ka dhe këtë pjesën këtu mbrapa. Është kjo pjesa. Dhe është shumë i bukur, mua më pëlqeu kur e pash dhe do ta mbaj. Këto që pa deri tani do t'i mbaj të gjitha sepse më pëlqyen, si nga materiali ashtu edhe produkti. Okej, kjo ishte pakoja e parë, do vazhdojmë me pakon e dytë. Kjo është pakoja e dytë. Okej. Këtu janë një palë këpucë. Ops. Okej. Besoj se do i keni parë, sepse janë këpucët më virale. Unë i kam marrë me këtë takën e vogël, sepse shumë të larta nuk janë shumë të rehatshme dhe këto mund të lëvizësh gjithë ditën, janë shumë të bukura, po a tregoj dhe nga afër. Materiali është siç e tregonte atje, numër pse thot 39. Po, sepse tek sheni duhet i porosisësh gjithmonë një numër më të madh për të ardhur numri jot. Domethënë unë jam 38, i kam porositur 39 që të më vinë në masën time dhe i adhuroj. Nuk e di, më pëlqejnë shumë, janë shumë të rehatshme, i provova një ditë dhe kam ecur gati 10-15 minuta në shtëpi që ta provoja që ishin të rehatshme apo jo. Po kanë këtë takën kaq të vogël dhe me këtë mund të lëvizësh, nuk është ndonjë problem. Kjo ishte edhe porosia tjetër. Kjo është thjesht një shese. Këto janë një palgeta të zeza dhe pse kam plot, gjithmonë getat nuk mungojnë sepse këto grisen shumë shpejt edhe prandaj ti kemi rezervë. Këto janë po ashtu një palgeta të tjera, po janë në ngjyrë mishi. Kjo është një fiango, është shumë e bukur. Që nga pak e madhe me thënë të drejtën, por s'ka problem. Është e kuqe, si vishnje me thënë të drejtën. Dhe mund ta vendosësh tek pjesa kur ka bisht apo kur i kap flokët në gjysmë, janë shumë bukur. Okej, këtu kemi thonj falso. Ka marrë shumë sepse
Unë kur i bëj thonjë, do me thënë nuk është se i bëj shpesh me thënë të drejtën, vetëm 2-3 herë në vit maksimumi, shumë mund t'i bëj sepse në profesionin tim në infermieri nuk na lejohen thonjë, sepse është diçka jo higjienike, dhe kur vetëm me pushime apo kur kam shkollë mund të ngjis këta dhe rrin gati rreth 2 javë, por unë më shumë tash i mbaj është 1 javë dhe i heq pastaj, prandaj kam marr 5 pako, janë 2 të njëjta, është kjo ngjyra nude. Janë këta me zëmra, janë shumë të bukur. Dhe kjo ngjyra vishnje për sezonin e dimrit. Një herë të shkurtër dhe një herë më të gjatë. Okej, të shikojmë çfarë na ka ngelur tjetër. Po ashtu një palthonjë të tjerë, 6 pako. Kam për gjithë vitin tani, nuk më duhet të porosis prapë. Këto janë një palgeta vishnje, të themi, jo të kuqe. Dhe kam menduar t'i kombinoj me një fund gri të shkurtër, me një bluzë të bardhë dhe me një xhakut. Mund të themi që ishte ngjyrë gri dhe vendos pjesa këtu që të theksoj pjesën e belit. Këtu është një fund i bardhë. Ka këta fundet që kanë dalë në modë, që mund t'i veshësh me çizme dhe me një pulover të trash. Material që është i lirshëm, domethënë, siç mund ta shihni. Është pak i shkurtër, por me çizme dhe me një pulover do ngjaj shumë bukur. Mendoj se këto ishin. Kam harruar diçka. Janë këto dorezat që janë të gjata, që ju thash që do t'i kombinoj me atë jelekun gri përsëri. Janë 2 copë. Dhe gjëja e fundit që e kam hapur është kjo xhaketa, ishte shumë e bukur, është një ngjyrë gri e errët, nuk e di nëse do duket mirë në foto. Vjen në stilin oversize dhe kështu vjen dhe nga mbrapa, është pak e gjatë. Është shumë e bukur dhe kjo ishte një ndër gjërat më të bukura. Të gjitha janë të bukura, por kjo më pëlqeu më shumë sepse do vishet dhe më shpesh, ka dhe 2 pulla këtu te kraut si rezervë. Dhe këto ishin blerit që kisha bërë për këtë muaj, shpresoj që mos të porosisi më, sepse s'kemi ku t'i çojmë, po na bie dollapi. Një video që kam bërë për skincare korean, ju kam thënë që do t'ju tregoj rezultatin dhe ja ku erdhi momenti, sepse unë pash rezultat shumë shpejt me thënë të drejtën. Dhe dua t'ua tregoj dhe një herë, sepse i gjeni produkte tek video e parafundit që kam tani për momentin në YouTube, por po ju a tregoj dhe një herë, sepse ja vlen me të vërtet dhe për çmimin që kanë. Ky është Larsi Vajor, siç e shihni, e kam përdorur. Dhe pse është 200 ml, do me thënë Larsi është gjithmonë ai që zgjat më shumë dhe ai që mbaron më shpejt është serumi, me thënë të drejtën. Ky është shumë i mirë, e kam provuar, kam hequr make-upin, heq make-upin për 1 minutë, sepse mjafton të hedhësh 2 apo 3 pikat në dorë, edhe ta përhapësh në fytyrë dhe make-upi shkrin në sekond. Është shumë i mirë. Nuk është se po i bëj reklam, sepse nuk është se kam bashkëpunim me këtë markën apo si mund ta thuash, por po e bëj për të ndihmuar, po e them këtë gjë sepse është një realitet dhe dua që të ndihmoj ndoshta edhe njerëz të tjerë që po kërkojnë momentalisht një skincare dhe ju them që skincare korean është vërtet 10 nga 10. Ky është Larsi në formë gjeli ose në formë gjeli apo scrubi. Edhe ky siç e shihni e kam përdorur, është deri këtu. E përdor në mëngjes dhe në darkë. Pastaj kemi tonerin. Duket që i kam përdorur sepse produktet janë boshatisur pak. Dhe ky të jep një efekt, të jep një shkëlqim fytyrës. Nuk e di, s'kam fjalë çfarë të them, por doja t'ua tregoja shpejt dhe një herë. Ky është kremi hidratues, siç e shikoni është përdorur dhe ta mban fytyrën të hidratuar gjatë gjithë ditës. Dhe ky është serumi, ky është pothuajse në mes, sepse e përdor 2 herë, në mëngjes dhe në darkë. Dhe më pëlqen, është me niacinamide, gjithmonë e gatroj këtë fjalë. Dhe fytyra ime u acarua për disa kohë sepse e kam pak jo alergji, si mund ta them, nga plurat, në një vend që ka shumë plura, mua më krijohen puçra të vogla dhe në momentin që unë bëj të gjithë të setin, nga Larsi, toneri, pastaj vjen serumi dhe kremi hidratues, mbas 1 apo 2 ditësh, do me thënë ajo puçra do përthahet dhe do iki, dhe prandaj
ua sugjeroj, këto janë të gjitha produktet, janë 2, 4, 5 produkte dhe kanë vërtet një çmim që është i arsyeshëm për të gjithë. Do të ndaj me ju dhe diçka shumë të rëndësishme. Në Instagramin tim ne kemi arritur 1000 follower dhe kjo është një arritje shumë e madhe për mua, sepse është punë që po bëj dhe po krijoj Instagramin tim, po krijoj accountin tim, rrjetin tim për të punuar, sepse më pëlqejnë shumë rrjetet sociale, siç e dinë të gjithë tashmë dhe ata që më ndjekin. Dhe jam shumë faleminderuese që më ndiqni dhe më mbështesni në çdo moment. Kjo ishte dhe videoja për këtë javë, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Në videon e radhës do të shihni shumë më shumë, nuk po ju tregoj më shumë, sepse do të jetë përsëri një surprizë, po themi, dhe do shifemi në videon tjetër. Deri atëherë shpresoj që të jeni mirë. Nëse ju pëlqeu video, mos harroni të lini një subscribe apo dhe një like.